Transmetohet nga i dërguari Allahut, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: Sa për vajzën time Fatimen, ajo është zonja e grave të botëve, të parave dhe të fundit. Ajo është një pjesë prej meje, ajo është drita e syrit tim, ajo është fryti i zemrës ime, ajo është shpirti im që ndodhet midis dy anëve të mia, dhe ajo është hyria njerëzore. Kur ajo qëndron në mihrabin e saj përpara Zotit të madhruar, drita e saj ndriçon për engjujt e qiellit, ashtu siç ndriçojnë yjet për banorët e tokës. Dhe Allahu i lartësuar u thot engjujt të tij: O engjujt e mi, shikoni robinën time Fatimen, zonjën e robinave të mia, duke qëndruar përpara meje. Gjymtyrët e saj dridhen nga frika prej meje, ndërsa ajo e ka kthyer zemrën e saj plotësisht drejt adhurimit tim. Dëshmoni se unë i kam siguruar ndjekësit e saj nga zjarri.